Zeqiri është futur me kokë palestrës, siç edhe keni marrë vesh, dhe nuk nguron të postoj foto si këto. Ajo duket para dhe pas tërvitjes, ku vjen reskuqjet e sforcove nga ushtrimet. Go Dafi, duket që po bën shumë qef. Mbrëmjen e së enjtes Jonida Maliqi ka mbledhur shoqet e saj në një lokal në Bllok për të festuar ditëlindjen e saj, ndërto edhe Rovena Tilo, e cila ka shpërndar këtë foto duke e uruar edhe një herë mikën e saj në rrjetin Instagram. Jonida vetëm në shoqërinë e shoqeve të saj në një fest alla 8 mars. Armina Mevlaniu përballë me disa komente negative. Presupozohet që Bukuroshja ka bërë një lapsus duke thënë se dedikuar të gjithëve atyre që flasin keq për të. Cheers haters. Drini Zequ bashkë me kolegët e tij po përgatitet për premierën e show televiziv Tu si ke vales. Nga kjo foto duket qartë që më komodi prej tyre është humoristi Agron Llaka, i cili e ka kthyer kolltukun e Juris në një krevat, gjë që është risi e këtij showit. Ndoshta vetëm kështu anëtarët e Juris do të jenë më pak kritik në komentet e tyre. Le të shpresojmë. Klodiana Shala mori vendimin që të zhduk përgjithmonë çdo qime në trupin e saj. Atletja e njohur është drejtuar klinikës dhe është bërë gati për procedurën me lazer. Në këtë mënyrë, ajo i thot përgjithmonë lam të mirë depilimit. Lum kur do ta prek Klodianën pas përfundimit të seancës.